Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer sërish në She's on Air dhe kemi një nga personazhet më të komentuar të Big Brother VIP 5. Kemi Stenaldo. Me vërtet, Stenaldo nuk di se sa doja ta fitoje ti këtë edicion. Faleminderit shumë. Edhe sa të ftuar tan kanë dashur ti ta fitoje nga ish banorët dhe shumë nga publiku. Faleminderit shumë, e kam ndier. Që thoni ju jemi në She's on Air. Jam unë dhe 6 goca, domethënë karrikën time ndaj me 2 goca tash, ta dini. Dhe që prit, nuk bëjmë nga këto, se të shihni tani në Top Albania. Po nëse ju jemi në makinë, s'keni punë tjera, shihni rrugën, mos ta shihni njerëzit. Na bëni pa bërë, se nuk parandodhin këto në Shqipëri. Neve në fakt të krahasuam me një autobus. Autobus. Hajde me drejtësia. Stenaldo, e ke marrë veten një kthyer në atë rutinën tënde, si po Qyqe me gos, ne shiqyqe po shohim prapë sa është ora. Sa kishte bërë madhe, kujtu mirë që s'kishit ora më në këtë botën e madhe. Po jo, vazhdon, një lloj vazhdon, edhe ju s'ka ndryshuar gjë shumë. Domethënë telefonat janë, interneti është, mesazhet me mira, komentet po ashtu. Është nice të rikthehesh në botën e të gjithëve. A dini se duhet atje brenda mbas sa kohësh fillon të mendon, pyet veten, kryesisht kur ke ato diskutimet e tua me veten filozofike që thua, a ekziston bota për tema? Dhe atje brenda Big Brother fillon pyet, ekziston më bota jashtë? Janë ata më apo mos kanë ikur? Domethënë fillon bësh kështu, bësh paranojak, bësh. Ti jo, ne këtu jashtë kemi qenë, edhe ne kemi ndjekur. Po. Ti në fakt je një djalë që ke thyer çdo paragjykim, çdo barrierë të mundshme dhe hyrja jote aty brenda në shtëpi u prit në një mënyrë të jashtëzakonshme, ke qenë frymëzim faktikisht për të gjithë. Ti si e ndjer aty brenda, si e përjetove gjithë këtë eksperiencë? Për thyrje barrierësh, tani unë besoj që barrierat janë më shumë të ngritura se sa të vërteta, se po t'ishin aq vërteta do ishin edhe më të pathyeshme. Domethënë perceptimet e njerëzve duhen ndryshuar, edhe unë kam patur këtë parim jete që ti përballem asaj që kam përpara pa limit dhe pa kushtësim, edhe besoj e kam jo vetëm që e kam bërë gjithnjë, po e kam patur qëllim ta bëj gjithnjë, kështu që për mua Big Brotheri pa diskutim që kishte edhe këtë anë. Por në Big u mundova të bëja gjithçka që do të bënte çdo kush me parimet e mia dhe me mënyrën time të bërit gjërave. Dhe sigurisht që çështja e shikimit ishte një çështje që doja më shumë të ishte në hije se sa prezente, pavarësisht faktit që shumë njerëz janë inspiruar, po besoj ata që janë inspiruar për faktin që ka ardhur fare natyrshëm qasje me brenda shtëpisë, edhe që kjo unë jam munduar domethënë ta jetoj Big Brotherin me vërtet për te kësaj. Ka qenë këndshëm, bukur, aventurë shumë e rëndësishme, e lodhshme, i ka gjitha ndjesitë njerëzore brenda saj, por Big Brotheri është ky program, është kjo platformë dhe post Big Brotheri, po themi kështu, është shumë i bukur për mua, sepse të thash, e kam thënë më përpara, që të gjesh njerëz atje jashtë që i përqafon dhe që të duan për atë çka ti u ke dhënë është domethënë se jashtëzakonisht. Kush është më e bukur mes të qenit brenda në shtëpi apo sapo e ke mbaruar këtë eksperiencë, këtë zgjidhje? Unë mendoj që më mbaroi disi para kohë, kështu që patjetër që të qëndruarit në shtëpinë e Big Brotherit është një ngjarje që ndodh për ca muaj një herë në jetë. Jeta këtu për jashtë është e madhe, e gjerë, të mungon shumë çka, të mungon fakti që ti me njerëzit që do nuk lidhesh dot. Unë nga me tu larg familjes për vite, ama prap telefoni, kjo gjëja, ti e merr dhe lidhesh me ta dhe kupton si janë dhe ju thua si je. Në këtë anë është shumë e vështirë. Domethënë ti je shkëputur nga njerëz të dashur dhe nuk ke dot kontakt me ta dhe kjo të vret, të lodh. Kështu që kur i mbledh të gjitha, patjetër që ti vlerëson fatin që ke patur për me bëj një eksperiencë unike, siç është Bigu, dhe në këtë sens është e bukur shumë. Është e bukur shumë. Jeta jashtë këtu është. Si e kujton atë momentin kur ti ke marrë ftesën për në Big Brother VIP? Shumë e rëndësishëm ka qenë. Në fakt, unë kam menduar edhe përpara një viti Bigun dhe e kam thënë që të bëja Big Brotherin, brenda duhet fitoja një Big Brother jashtë me njerëzit e shkëlqyer që janë mbas këtij programi, që kishin dyshimet e tyre, po si do bësh, po si do orientohesh, po njëra apo tjetra thosha, ore, unë kam marrë metrot e Gjermanisë, s'kam lënë trena e aeroportit pa mësuar. Tash do jem më i sigurt. Domethënë thash, këtu jemi në rregull fare, ma kishte thonë njëri atje si po apo. Kështu që mbas një farë diskutimi dhe mbas punës së shkëlqyer të njerëzve që janë pas programit, Petrina, Eva e tjerë, ja dorim që të bëshim pjesë këtë vit dhe që të bënim këtë program i cili për shumë njerëz ka qenë. Stenaldo, kur ka qenë gjëja që ti je mërzitur më së shumti në Big dhe ke thënë që dua ta lë këtë shtëpi?
është ka raste plot. Me thënë drejtën, ajo atmosferë mua nuk më rri shumë, si karakter, si person, nuk është shumë imja. Debate nganjëherë të kota pa pikën e vlerës që kalonin për te çdo logjike. E kam përjetuar për shembull goxha për plasje që kam patur me Brikenën në fillim fare. Të cilës unë përveç tonit edhe ndonjë fjale të tepruar nuk i zbres asgjë tjetër. Do kisha bërë njëjtën gjë prap, por në atë kohë edhe një çik prej frustrimit, lodhjes e të tjerë, doli më ashpër nga sa do të kisha dashur unë. Në fakt ishte rasti që duhet dëgjonte gjithë shtëpia një merak që unë kisha, që ishte unë kam ardhur të bëj Big Brother. Nuk kam ardhur të brenda. Mendon se Brikena thjesht është afruar vetëm për publikut? Absolutisht po. Absolutisht po. Brikena vetëm që e vërtetoi me kalimin e ditëve, muajve, atë që un kam menduar për personazhin. A nuk mendon se ndoshta u lëndua pak nga ty, nga fjalët, edhe ajo thjesht zgjodhi të stepej apo? Jo, domethënë unë vetë zgjodha të stepesha, nuk kurse ishte më zgjedhje. Po patjetër që e para ishte nga ana jote, po për të bërë publiku ndoshta këtë krahasimin që Brikena ishte thjesht duke bërë këtë përkujdesjen për sy të publikut, apo vërtet ishte kështu? Pra mos ishte kjo stepja jote e para që e largoi dhe atë? Po patjetër, po përkujdeset, domethënë nëse ne jemi njerëz që gjithë kemi nevojë për të përkujdesur për njëri tjetrin. Unë e kam bërë në shtëpi për disa, shumë të tjerë kanë bërë për mua, është një gjë normale që ndodh mes, domethënë që ndodh në jetë, është krejt normale. Problemi është përkujdesja e vërtet është atëherë kur duhet. Pra ti nuk mund të vish tani te unë dhe të më çosh mua nga karrigja, dhe kjo është një gjë komplet e panevojshme. Domethënë, nëse unë kam, ku diun, një hall tani dhe dua të shkoj të çfarë të them, të marr një taksi, dhe ti vjen me mua poshtë, that's appreciated, kjo është e bukur. Por thash që e kam parë edhe jashtë, publiku e ka disi interpretuar si dash për atë qëndrimin. Unë e them prapë që ti je dinjitoz, nuk është as arrogante as diçka në mes, mund të them, sepse ka pasur edhe plot njerëz që kanë kuptuar qëndrimin tënd. Ka padur dy janë. Stenalo, siç e has edhe vet, the që aty brenda nuk do je mëshirë, por barazi dhe respekt. Jo se dua as këtu jashtë, se kam dashur kur. Është për te meje. Brenda mureve të Bigut, a u ndjeve vërtet i barabart me të gjithë konkurrentët? Totali barabart. Totali barabart sepse tani për ta bërë këtë idenë e asaj që ju i quani mëshirë me radh, duhej edhe të luftoje pak me njerëzit. Duhet i thoshe njerëzve të banorëve të shtëpisë që unë këtu brenda jam për të përballur me ju dhe mund ta bëj këtë fare mirë, pa ju fyer familjet e motra, vëllezër e tjerë. Por me kokëfortësi, sepse ai është një program dhe është nga një kontekst është edhe lojë nervash, dhe që të bësh një nervash duhet të jesh i gatshëm të kesh durimin tënd rreth parë dhe të provosh durimin e tjetrit gjithashtu. Unë kam bërë me shumë kujdes, nuk është se u fut aty brenda dhe slash gjë pa bërë dhe bëra name, por prapë kam bërë. Sepse programi është i tillë dhe në Big Brother nëse nuk bën këtë gjën, mund të përfundosh edhe jashtë shtëpisë. Duke rikthyer pak ke Brikena, në fillim të si ma pasën për Brikenën. Jo, Tonio Mateo kur ju dali pyeteni për Brikenën. Jo, në fillim të rrugtimit tënd, në fakt, një nga miqtë tu, Edi Allaçi, ka hedh aludimi sikur mund të lindte në fakt, sikur Brikena mund të ishte një nga pëlqim. Gos pa më hedhur aludime mua shkret. Po jo, tani, o lum si ti. Edhe mund të ishte apo je step totalisht nga ajo sjellja e fillimit? Shikoni, unë dhe Brikena nuk kemi, domethënë, unë Brikën e kam parë gjithmonë, Briki ka anë të bukur atë saj, sepse është një gocë e sjellshme, e kujdesshme. Ndaj edhe Edi tha që mund të ishte një nga gocat që ty mund të pëlqente. Po Milivia, po, puna është ky që, domethënë, ato anët e këndshme të Brikenës. Shikoni, është shumë e kollajt bësh Big Brother me romancë. Është shumë. Jemi dakord. Domethënë, nëse ti ke qenë Big Brother dhe e di se për çfarë flas. Patjetër. Domethënë, nëse ti ke një marrëdhënie romantike, aq më tepër unë që gjithë situata e papritshmëria e njerëzve në sensin e këtij djale që erdhi u integrua kaq shpejt, Alena gjetë edhe i gocë tu hajde. Ne mund të thëmë që dalja jote është pikërisht për shkak të një romance. Po, domethënë unë përballa me ajo të penalizoj. Por unë nuk mund të bëj romancë me një person që nuk e ndjej. Domethënë as në Big Brother. Domethënë në Big Brother këto kimit që çojnë këto tema që diskutoni ju me Dankon këtu, one night stand e ku diun ç'bëni, nuk bëhen. Domethënë nuk kanë kuptim. Prandaj që të kesh një marrëdhënie të shëndetshme në Big Brother, duhet të kesh një ndjesi të fortë për dikë. Unë dhe Brikena kam qenë larg asaj lloj qase. Them drejtën, Briki më është dukur gjithmonë
dyshuese dhe e kam parë si personazh të pavërtet brenda shtëpisë. E kam shprehur edhe asaj shumë herë. Nuk kemi qenë aty. Ed Hallaxhi nuk e ka gjetur kësaj radhe. Ne po na vjen një kërkesë nga regjia në fakt dhe vjen pikërisht nga zonja Flutra. Flutra? Do kalojmë një këngë, po pse jo nga ti? Për Flutrën, për të gjithë, për gjithë që na ndjekin Top Albania Radio. Shikoni, shumë spontane janë gjërat këtu. S'na vjen një këngë ndërmend tani. Po, ku ti unë ç'të bëjmë? You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the sides of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies of people who talk too much. You got the kind of look in your eyes as if no one knows anything but us. And should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love. S'pasim. E më unë dhe këto balatë. S'keni fare që thonin dashuri këtu, dashuri atje, se tuk nuk nga këtu lloj këngësh. Po tash. Pra. Ne do të kalojmë pak në publicitet dhe do rikthehemi pas pak. A nuk iki unë domethënë. Jo, këtu me ne.